dhe e ka pas një ndikim jashtëzakonisht të madh në rritjen e tarifës edhe të ujit. Natyrisht që preokupimi kryesor i autoritetit rregullator i shërbimit të ujit është mbrojtja e qytetarit. Humbjet e ujit është problemi madhor i sektorit, edhe një problem shumë i rëndë për sektorin. Zonja Morina, na tregon pse është rrit çmimi i ujit në Kosovë? Okej, s'parë më lejoni të falenderoj për këtë intervistë dhe për neve si autoritet rregullator i shërbimeve të ujit është shumë e rëndësishme që qytetarët tonë ta kuptojnë sakt pse ka ndodhur rritja e tarifës. Ju duheni me ditë që sektori i ujit nuk është sektori i izoluar, mbaret edhe prej faktorëve të jashtëm. Dhe duke qenë se ndërmarrjet e ujësjellësit kanë qenë të obliguara të dalin në treg të lirë për furnizim me energji elektrike, sikurse kompani tjera, çmimi i energjisë elektrike është rritur për 2.5 herë më shumë. Dhe një pjesë e madhe e kostave operative që kanë ndërmarrjet e ujësjellësit shkon edhe për mbulimin e shpenzimeve energjetike. Kjo natyrisht që është dashur me u përfshi në kalkulimet e shpenzimeve operative dhe e ka pas një ndikim jashtëzakonisht të madh në rritjen e tarifës edhe të ujit. Dikon rreth 20% të kostove operative që kanë ndërmarrjet e ujësjellësit e përbëjnë kostot e shpenzimeve operative. Në komunikatin ku keni njoftuar për ndryshimin e tarifave, përveç çmimit të energjisë elektrike, keni përmend edhe koston e investimeve dhe të mirëmbajtjes. Pika të shkurta, çish ka ndikuar kjo kostot e tarifave të reja? Sektori i ujit ka nevojë për investime të mëdha, gjithashtu. Për përmirësimin e shërbimeve të ujit kemi nevojë për investime të vazhdueshme në sektor. Natyrisht që preokupimi kryesor i autoritetit rregullator i shërbimit të ujit është mbrojtja e qytetarit, edhe qytetarët mos paguan më shumë se sa që duhet për me marrë shërbimet e ujësjellësit. Mirë po, në anën tjetër, ne si institucion duhet gjithashtu të sigurojmë që këto ndërmarrje të jenë të qëndrueshme financiarisht dhe të ofrojnë shërbime sa më cilësore. Duke qenë se ndërmarrjet e ujësjellësit deri kohët e fundit kanë pas mbështetje prej donatorëve, mbështetje kryesisht edhe në investimet sa i përket furnizimit të qytetarëve me ujë, dhe këto investime gjithmonë po shkojnë të u zvoglu. Ne duhet të bëjmë përpjekje që tash tutje këto investime të realizohen nga të hyrat vetanake. Dhe të i lejojmë kompanive të ujësjellësit që këto investime të kenë mundësi të investojnë në sistemet të ujësjellësit dhe të ujrave të ndotura. Në këtë procesin tarifor, ne kemi leju investime më të mëdha se sa në proceset paraprake, duke qenë se kompanitë të ujësjellësit kanë realizu investime më shumë se sa historikisht që kanë realizu viteve paraprake, si dhe për arsye se kemi ndryshuar metodologjinë tarifore, e cila nuk ka ndryshuar prej vitit 2009, kemi ndryshuar metodologjinë tarifore, me anë të së cilës tashti kemi një mekanizëm që nëse kompanitë e ujësjellësit nuk i realizojnë këto investime që i kemi aprovuar me procese tarifore, të kemi mundësi që ato investime të ju kthehen konsumatorit, të kompenzohet konsumatorit pra për ato investime. Sa prej 7 kompanive rajonale kanë operuar me humbje ose s'kan pas, fitim ose të pritsa në fund vitit fare? Për 7 kompanive për vitin 2025. Kompanitë e ujësjellësit asnjëra prej tyre nuk operojnë me humbje. Autoriteti rregullator i ujit siguron që kompanitë e ujësjellësit nëpërmjet tarifave ti mbulojnë shpenzimet operative, ti mbulojnë mirëmbajtjen e sistemeve të ujësjellësit dhe të kanalizimit, si dhe të realizojnë investime kapitale në ripërtrirjen e rrjetit. Ato nuk kanë operu me humbje. A kanë fitim, për shembull? Nëse kanë fitim, çka bojnë me atë fitim? Po nuk kanë as fitime. Ato mjetet të cilat i kanë në konto momentalisht, nuk kanë ato janë të detyruara të i realizojnë investimet kapitale ose të kanë një pjesë të shumës të dedikuar për shpenzime të paplanifikuara, siç ka ndodhur tash me rastin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Po, për shembull, Prishtina në vitin 2024 ka pas diku rreth 2 milion euro fitim ose të pritsa në fund vitit për vitin 2024. Që ato 2 milion euro ku shkojnë? A shkojnë, a i dorëzohen dividend të qeverisë ose ministrisë, ose çka ndodh me që ato 2 milion euro? Jo, ato asnjëra nga kompanitë e ujësjellësit nuk kanë dërguar dividend te qeveria.
po ato mjete duhet më investu në infrastrukturë të ujësjellëse të kanalizimit dhe duhet të shpenzohen ose, siç e ka dhe më herët, në shpenzime të paraplanifikume. Sektori ka nevojë për investime të mëdha, ne jemi tu ballafaqur për çdo ditë me probleme të ndryshme, ndërprerje të ujit, edhe kualitet të ujit, patëm rastin edhe të manganit, edhe defekte të ndryshme në përjet, duke konsideruar që rjeti është shumë i vjetër. Kështu që nevojat e kompanive të ujësjelljes për investime janë të mëdha, edhe këto investimet në sektorin e ujit edhe në infrastrukturën e ujit kanë kosto shumë të lartë. Do me thonë, nuk është ndonjë kosto shumë, nuk është ndonjë shumë e madhe 2 milion euro për një ndërmarrje të ujësjellësit siç është kompania e ujësjellësit Prishtina. Në vitin 2025, sa ka qenë përqindja e investimeve kapitale që kanë bërë kompanit? Për shembull, me marrë KRU Prishtinë, e cila është kompani më e madhe për shkak të rajoneve që mbulon. Okej, për vitin 2025 nuk I kemi donat, sepse na donat e vitit kaluar fillojmë me auditu tek mbasi të mbyllet viti fiskal. Do me thonë, në fund të marsit, fillimi I aprillit fillojmë me auditu donat e raportuara nga kompanitë e ujësjellësit, po e kemi donat e vitit 2024 dhe këtu mund të them se realizimi I investimeve kapitale nga të hyrat vetanake prej kompanive të ujësjellësit ka qenë në nivele 73%, që është një përqindje kogja e kënaqshme kur krahasohet me zhvillimet më herët që kanë qenë në këtë aspekt. Do me thonë, kompanitë e ujësjellësit e kanë pa nevojën dhe kanë pa rëndësinë e realizimit këtyre investimeve kapitale dhe janë të punu edhe të përmirësuar këtë drejtim. Po. Mirë, çush e tha edhe në fillim, domethënë përveç shpenzimeve, domethënë të energjisë elektrike, një pjesë e tarifave janë diku nga kosto e investimeve dhe mirëmbajtjes. Nëse po marrim shembull, nëse kompanitë rajonale, secila prej 7 kompanive, I kishin realizu ose kishin qenë më të efektshme në realizimin e investimeve kapitale, a I bjen që tarifat ishin qenë më të vogla? Unë kisha me thonë që historikisht dihet që tarifat e ujit nuk kanë pas ndonjë ngritje të madhe të çmimit për arsye se ndërmarrjet e ujësjellësit nuk I kanë realizuar këto investime kapitale. Dhe ne si autoritet rregullator në lidhje me këtë kemi zbatuar mos aplikimin e ndryshimit të inflacionit në mënyrë që në një farë forme me kthy qytetarit ajo aprovimi I investimeve që është bërë. Mirë po, nga mendimi im, nëse investimet realizohen, dhe unë po besoj e po shpresoj shumë që investimet që në aprovu me këtë proces tarifor do të realizohen, konsumatorët do kenë shërbime më të mira të ujësjellësit dhe të kanalizimit. Edhe kjo është qëllimi kryesor I këtyre aprovimit këtyre investimeve. E jo tarifa më të ulta, sepse konsideroj që tarifat e ujit në përgjithësi nuk janë tarifa të larta krahasuar me çmimet të tjera. Do me thonë, apo flasim për një tarif prej 8.21 cent për një familje që konsumon 10 metra kub në ujë, që në krahasuar me çmimet të tjera nuk është me të vërtetë një tarif e lartë. Mirë, sipas një raporti të vitit 2022, për shkak se të viteve më tutje nuk ka qenë të publikuara në faqen ARAUS, investimet e 7 kompanive rajonale në total të planifikuara për vitin 2022 kanë qenë 5 milion euro. Në fund realizimi ka qenë rreth 2.3 milion, parafërsisht 46%. Gjithashtu te I njëjti raport, jo e cekni që po ju citoj, do më thonë ju si ARAU. Ne jemi të zhgënjur kur shohim se shpenzimet kapitale të realizuara nga KRU-t në vitin 2022 ishin më pak se gjysma e atyre të planifikuara. A I bjen që keq menaxhimin e KRU-ve, do më thonë të kompanive rajonale, është duke I bërë pasojat qytetarët për shkak se në fund po ndikojnë në tarifa. Ne kemi punu tankon me ndërmarrjet të ujësjellësit edhe kemi ritheksuar çdo herë që realizimi I investimeve kapitale është domosdoshmëri për me I mbajt shërbimet e ujit të qëndrueshme edhe me përmirësu shërbimet e ujit. Edhe natyrisht kompanitë e ujësjellësit I kanë problemet e veta në aspektin e tenderave, kthimet e tenderave, jo ofertat. Nuk kemi pas ofertat mira edhe ka pas xhagitje. Mirë po,
Një gjë pozitive në këtë drejtim që është për sektorin, po konsideroj, ju e thatë që në vitin 2022 realizimi ka qenë më pak se 50%, vitin 2024 e kemi 73%. Kompanit janë duke u përmirësu në këtë drejtim. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë që është ndodhur për sektorin. Edhe unë po shpresoj tashti që me këtë ndryshimin madhor që kemi bërë të metodologjisë tarifore, që nëse kompanitë të ujësjellësit nuk realizojnë investimet kapitale që janë aprovuar me procese tarifore, ato investimet do t'ju kthehen, ato shuma do t'ju kthehen qytetarëve. Edhe kjo do t'jetë një shtytje shtesë që kompanitë të rrisin edhe më shumë seriozitete në këtë drejtim dhe të kemi investime kapitale të realizuara në përqindjen parafërsisht 100%. A i bje kjo që potencialisht, kur do që rishikohen tarifat, në të ardhmen mund me pas ullje? Po nëse investimet kapitale nuk do të realizohen, mund të ketë tarifa e ujit të ullet. Po. Një çështje tjetër është edhe humbjet në rrjet. E kemi pa që për shembull te Këreu Gjahova ose te Këreu Mitrovica, gati gjysma ujit të prodhuar, pra nuk faturohet edhe humb në rrjet. Çka jeni të bëjë si ARU që me zgjidh këtë problematik tek kompanitë? Edhe pse kompanitë nuk po arrin me i faturu aq sa prodhojnë ujë? Humbjet e ujit është problemi madhor i sektorit, edhe një problem shumë i rëndë për sektorin, i cili është kogja kompleks për me u trajtu edhe me u përmirësu. Ne si autoritet regulatori shërbimit të ujit kemi punu në disa drejtime në këtë aspekt. Fillimisht kemi kërku prej të gjitha ndërmarrjet të ujësjellësit që të instalojnë ujmaca funksional në secilin resurs që ata e shfrytëzojnë për furnizim me ujë qytetarët e Kosovës, në mënyrë që të kemi dhëna të sakta, të dim sakt sa e kemi humbjet e ujit, se pa dhëna të sakta nuk mundemi me bo as planifikim të mirëfillt, as me marrë vendime të mirëfillta. Momentalisht humbjet e ujit janë 63% në nivel sektori dhe këtu e kemi këtë dhënë mbi 90% të sakt. Çka kemi vepru tjetër na si regulatori i ujit, kemi bërë që në këtë procesin tarifor, tash që sapo e mbyllëm, kemi leju investime kapitale më shumë se sa viteve paraprake për ripërtrirje të rrjetit të ujësjellësit, sepse Kosova ka një rrjet të ujësjellësit prej diku 10.000 kilometrave, që është sa me shku këtu në Norvegji edhe më kthy, një rrjet të vjetër të ujësjellësit me materiale të ndryshme, me diametra të ndryshme, me lidhje të ndryshme dhe natyrisht që kemi humbje edhe teknike të mëdha. Në mënyrë që me i luftu këto humbje të mëdha, Autoriteti Regulator për Shërbimimin të Ujit ka aprovu investime në ripërtrirje të rrjetit të ujësjellësit. Në anën tjetër, përpos humbjeve teknike që i ka sektori, kemi edhe humbje administrative. Për luftimin e humbjeve administrative, jemi duke punu që me ndryshu rregullorën për ndërprerjen me shërbime të ujit, në mënyrë që ndëshkimet për konsumatorët që e keq përdorin ujin ose që e përdorin në mënyrë të paautorizuar të rriten në një mas shumë të madhe dhe shumë të rrept. Unë po besoj shumë që ndërmarrjet e ujësjellësit do ta shfrytëzojnë mandej këtë ndryshim që do ta bëjmë, edhe do të fillojnë të luftojnë seriozisht keqpërdorimet e ujit. Po kjo për humbjet administrative, po për shembull për humbjet në rrjet. Po. Përdesa shifra është 63%, apo a ke? Po, përqindja humbjeve të ujit. Përqindja humbjeve të ujit. Kjo i bjen që kompanitë nuk kanë investu në mirëmbajtjen e rrjetit, në renovimin e rrjetit. Çka keni bërë ju si ARU që ma ul këtë përqindje? Na kemi leju, kemi leju investime ma shumë se sa kemi leju viteve të kalume. Përapërsisht 2 fishën e investimeve që kemi leju proceset të kalume tarifore, kemi leju me këtë proces tarifor. Edhe kemi kërku që prej atyre investimeve të investohet një pjesë konsiderueshme në ripërtrirje të rrjetit të ujësjellësit. Kjo është çka mundet Autoriteti Regulator i Ujit me bo në kuadër të mandatit të vet. Do të thonë për rregullim sektorit, kemi leju investime. Kompanitë duhet të realizojnë ato investime në mënyrë që të zvogëlojnë humbjet e ujit. Edhe në aspektin e humbjeve teknike, është shumë e rëndësishme. E çka nëse kompanitë dështojnë me bo këtë
ulljen e humbjeve të ujit? Çka ndodh në këtë rast? A reflektojnë mase prapë në tarifa të qytetarët? A çka bën një si ARU? Cila është kompetenca juaj që me i obligu kompanit që me qenë më të përgjithshme nëse më i me thonë, që me i ullë humbjet në rrjet? Sa i përket performancës të ndërmarrjeve të ujësjellësit, përgjegjësi kryesor janë bordet të ndërmarrjeve, mandej edhe Ministria e Ekonomisë. Ne si autoritet rregullator kemi për obligim rregullimin ekonomik të ndërmarrjeve të ujësjellësit, edhe në këtë drejtim jemi edhe kemi punuar që t'i caktojmë që shumë sfiduese edhe në aspektin e humbjeve të ujit për kompanitë të ujësjellësit. Nëse ata kanë pas cak me zvoglu humbjet e ujit për 2-3%, na kemi rrit atë cakt edhe kemi sfiduar ato më shumë se sa ato që kanë planifikuar. Duke i përfshi edhe informata tjera që i dhash paraprakisht në aspektin e humbjeve të ujit, sepse konsiderojmë një problem madhor të sektorit, që është problem edhe në rajon, nuk është problema i vogël në rajon, po sido që tjetë, ne si Kosovë duhet me punu këtë drejtim edhe jemi duke punu këtë drejtim. Po shpresojmë me këto 2-3 masa që i kemi ndërmarrë si regulator i ujit, që ka me pas zhvillime pozitive dhe në këtë drejtim. Për shembull, nëse kompanit kishin ne qenë, po tham kushtimisht, ma të afta me e faturu ma shumë ujin, i kish ra që kish me qenë për ta fitimi më i madh, edhe rrjedhimisht kishin mujt me pas investime kapitale më ndaja. A ka cash menaxhim te kompanitë rajonale? Sipas përshtypjes te që e ki? Gjithmonë ka hapësinë për me u angazhu më shumë edhe me punu më shumë. Unë mendoj që ndërmarrjet e ujësjellësit munden me dhonë më shumë prej vetit, po mos të harrojmë që tek ndërmarrjet e ujësjellësit ka nevojë ende për rritje të kapaciteteve njerëzore, për rritje të stafit profesional. Ndoshta kjo është edhe një pikë që ata duhet të përmirësohen edhe të rekrutojnë staf profesional më shumë, cilët kishin me ndihmu menaxhmentit në përmirësimin e performancës. Natyrisht që hapësirë ka për menaxhim më të mirë edhe për punë më të madhe. Mirë, duke marrë parasysh që në vitin 2022 përqindja e realizimit të investimeve kapitale tek të hyrave vetanake, prej të hyrave vetanake ke 40 diçka %. Në 2025-ën sa është përqindja? Nuk e kemi informatën. Nuk e kemi. Për 2024 një 73. 73%, po. Ka rritje konsiderueshme. A i bie që qytetarët, për shkak se edhe duke marrë parasysh që tha dhe një pjesë e arsyeve ose shkaktarëve për rritjen e tarifave, ka qenë edhe kostoja e investimeve dhe mirëmbajtjes. A i bie që qytetarët në një forme janë duke e pagu koston e cash menaxhimit nga kompanitë rajonale? Që jam e qartë edhe një herë. Rritja tarifës që është bërë ka qenë kryesisht për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Do me thonë 90%, mbi 90% ka qenë vetëm për shkak të mbulimit të shpenzimeve të energjisë elektrike që i ka kompania ujësjellësit pas daljes në treg të lirë të energjisë elektrike. Pjesa tjetër e rritjes është përfshirja e inflacionit, si dhe një përqindje e vogël e investimeve kapitale. Do me thonë nuk ka ndikim qaq të madh, po foli për këtë proces tarifor, investimet kapitale, sepse nuk ka ndikim qaq të madh këto investimet kapitale direkt në rritje tarifës. Kanë një përqindje të vogël te tarifa e ujit. Do me thonë rritja për qytetarët, rritja tarifës ka qenë mbi 90% për shkak të rritjes së shpenzimeve të energjisë elektrike. Rritje reale të tarifës thuja nuk ka pas. Nuk ka pas. Po, na kemi qenë të detyruar që me siguru një qëndrueshmëri financiare të kompanive të ujësjellësit. Qytetarët janë të interesuar me pas një kompani funksionale të ujësjellësit. Edhe për këtë arsye është dashur me rrit tarifën. Do të thonë, mbi 90% tarifa është rrit vetëm për shkak të rritjes së shpenzimeve të energjisë elektrike. Mirë, a keni konsideruar jo si ARU
që çdo shpenzimet që ka rrit shpenzimet operative tek shpenzimet e energjisë elektrike, që kompanitë me mbulu vetë prej për shembull fitimeve ose të pricave që i mbesin fund vitit? A ka qenë kjo mundësi për shembull? Ndërmarrjet e sjelljes nuk kanë te prica në fund vitit, te pricat që i kanë momentale, te pricat që janë i kanë prej mos realizimit të investimeve kapitale. Nuk është që na kalkulojmë që kompanitë e ujësjellësit me dalë në profit në fund të çdo viti. Domethënë këto te pricat që i kanë prej mos realizimit të investimeve kapitale dhe ato investime duhet ata me realizu. Po, a keni ndonjë shifër për vitin 2025? Sa ka qenë në total për komplet 7 kompani të përfshi edhe grantet? Sa ka qenë, jo, për vitin 2024 i kam shifra. Sa është për 14 milion euro, parafërsisht, 14.200.000 euro. Ku përfshin edhe grantet? Po, këtu mos të harrojmë se këtu bëjmë pjesë edhe grantet prej donatorëve. Domethënë nuk janë komplet hyrat vetëm mjetet e kompanive të ujësjellësit, por janë edhe grantet që janë të përfshime për shkak të bashkëfinancimit me donatorë të ndryshëm. Edhe këto mjete këta janë të obliguar me shpenzu në investime? Në investime ose në shpenzime të pa planifikume. Po. Natyrisht me aprovimin e autoritetit rregullator të shërbimeve të ujit. A din për vitin 2025 sa kompani prej shtatave mbulojnë me 24 orë me ujë të pijes qytetarët? Për vitin 2025 i kemi donat vetëm të raportume dhe për atë arsye nuk i kam këtu me veti, sepse auditimi i donave të raportume fillon vetëm në fund të muajit mars ose në fillim të muajit prill. Mirë po, furnizimi 24 orë me ujë është problem për shumicën e ndërmarrjeve të ujësjellësit, sidomos gjatë muajve të verës. A ka të paktën ajo që arrin me bo për 24 orë? Po, Gjakova është shumë mirë me furnizim me ujë. Gjakova është ka sistem, ka furnizim 24 orë me ujë. Mitrovica është gjithashtu mirë. Ki problemet më dhaja kemi me Ferizajin, Gjilanin, Prishtinën edhe Prizrenin. Po edhe peja kohë të fundit po ka ankesa që gjatë muajve të verës po ka ndërprerje të furnizimit me ujë. Ndërprerjet a ma shumë lidhen për shkak të mungesës ujit, a për shkak të rjetit? Ndërprerjet lidhen edhe për shkak të rjetit, kur ka defekte, natyrisht që duhet me ndërprer ujë për me rregulluar defekt, po ka edhe për shpenzimet për shkak të mungesës ujit, kapacitetit ujore, sidomos gjatë muajve të verës. Dhe këto ndërprerje vijnë kryesisht për shkak të keqpërdorimeve të mëdha të ujit që bëhen gjatë verës. Po të ujat e ndotura dhe të kanalizimet, çu kanë qenë investimet prej kompanive rajonale? Tek fusha e kanalizimeve, ndërmarrjet e ujësjellësit gjithmonë kanë investuar edhe më pak sesa tek fusha e furnizimit me ujë. Edhe rjeti i kanalizimit ka nevojë për investime, ka nevojë për mirëmbajtje më të mirë. Momentalisht kompanitë përballen me probleme të bllokimit të sistemit të kanalizimit, bllokime të shpeshta, po kjo është edhe si pasojë mungesës kulturës qytetare që hedhin veturina nëpër shahta nëpër të kanalizimit, po edhe për shkak problematikës që ka sektori, sepse gypat e kanalizimit janë kryesisht gypa që mbledhin edhe ujërat e shiut, edhe kjo krijon një problematik shtesë tek këto sisteme. Po sa i rrin gati kompanitë? Jo aq sa duhet, nuk ka mirëmbajtje të rregullt të sistemet të kanalizimit. Mirëmbajtja për fat keq ende bëhet në mënyrë aty për aty, kur lind problemi, kompania vepron për zgjidhjen e atij problemi, po jo nuk kemi hapësinë të përmirësimin këtë drejtim që edhe mirëmbajtja e kanalizimit të bëhet në mënyrë të rregullt. Po, edhe te tarifat për ujërat e ndotura dhe të kanalizimit ka pas ndryshime të tarifave. A ka qenë arsyeja e njëjtë? Te ujërat e ndotura ka pas ndryshime, po lidhen disa faktora aty. Tek disa ndërmarrje të ujësjellësit është planifikuar që me u ndërtu impjantet për trajtimin e ujërave të ndotura, siç është Prishtina, siç është Gjilani, po mandej Ferizaj, Mitrovica, gjithashtu kanë në plan me ndërtu impjantet. Edhe natyrisht që këto investime të arrisin edhe tarifën e ujit. Çka kemi fillu na dhe si regulatori i ujit, kemi fillu të aplikojmë
edhe metodologjinë e ndotësit paguan, kur bizneset e ndotin ujin më shumë se sa konsumatorët shtëpiak, edhe i krijojnë një kosto shumë të lartë ndërmarrjes së sjellësit për trajtim të atij uji, atëherë koston e trajtimit të ujit do ta bartin bizneset relevante të cilat e rrisin atë kosto. Do me thonë, me metodologjinë e re tarifore kemi bërë përpjekje që të kemi kosto reflektive sa më shumë, edhe në këtë rast ndotësi paguan, kemi thonë biznesi që krijon ndotje të madhe të ujit dhe një kosto të madhe të trajtimit të ujit, ka me pagu një tarif më të lartë se sa konsumatori shtëpiak. Për këtë procesin që ka ndodhur tash, a kanë qenë të informuar qeveria ose Ministria e Ekonomisë, a keni për obligim nëse më me thonë me marrë komente për të në? Autoriteti Rregullator për Shërbimet të Ujit është institucion i pavarur dhe në këtë proces nuk kemi obligim ligjor me komuniku ose me koordinu me ta, edhe kemi qenë total të pavarur. Në këtë punën që kemi bo, kemi qenë total të pavarur prej Ministrisë ose Qeverisë, edhe punën e kemi bërë vetëm në bazë të dhënave që kemi pasur në tavolinë, edhe në bazë të analizave tona, analizave historike, analizave që i kanë pru ndërmarrjet të ujësjellësit, edhe kemi marrë vendimet tona në mënyrë të pavarur. Po me që Ministria e Ekonomisë i mbikëqyr kompanitë të këto rajnale, a kanë qenë të informuar për këtë proces që ka ndodhur? Ata kanë qenë të informuar që ka me pas proces tarifor, proces rregull tarifor, por nuk kanë qenë të informuar për punën tonë që jemi të e bo mbrenda në lidhje me caktimin e tarifave për këto shërbime.